Dhe vazhdon Allahu Azza wa Jall të na mësoj neve për këtë nënshtrim që duhet kemi ndaj tij, ndaj madhështisë së tij, me historitë e profetëve. Me historinë e Yunusit alayhi salam, i cili kur ishte në barkun e balenës, ku e përmend Allahu që ishte në 3 errësira, në errësirën e stomakut, të peshkut, në errësirën e detit dhe në errësirën e natës, ai u drejtua Allahut duke thënë: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. E madhëroi Allahun Azza wa Jall. E pasi e madhëroi Allahun, tregoi për veten e tij se ishte gabimtar. Tha: pa dyshim o Allah, nuk ka zot tjetër përveç teje. Subhanaka, i patmeta je, inni kuntu min adh-dhalimin. Me të vërtetë që unë isha prej atyre të cilët ishin keqbërës. Pra na edukon Allahu që mbështetja tek Allahu kërkon prej nesh të mos kemi në zemrën tonë mendjemadhësi, arrogancë, dhe të pretendojmë tek vetja jonë diçka që do arrim vetëm se me fuqinë e Allahut, se pa të ne jemi të humbur. Ejubi a.s. kur ju drejtua Allahut, ju drejtua me nënshtrim të plot, dhe forma se si neve Allahu na edukon për t'ju drejtuar atij. Kur sprova atë e kishte gjetur, ai nuk i tha Allahut: o Allah, ma hodhe këtë sprovë, o Allah, më godite me këtë sprovë. Jo. Tha: o Zoti im, mua më ka goditur fatkeqësia. Shikoni çfarë edukate në drejtimin, po i drejtoi Allahut me lutje. Shikoni çfarë edukate. Shikoni se si ju drejtua Allahut Zotit ti: o Zoti im, mua më ka goditur fatkeqësia. Ti je më i mëshirshmi të mëshirshme. Ma largo mua këtë fatkeqësi. Pra tregoj për ulje përpara Allahut, të nderuarit e mi. Kjo mbështetja që ne duhet kemi drejt Zotit ton vjen me përulje, vjen me nënshtrim, nuk vjen me kryenërtësi, sepse Allahu nuk e pranon ata. Shembull tjetër të përuljes, ne kemi profetin Musa a.s. i cili i drejtohet Allahut duke thënë: o Allah, pa dyshim se për çdo gjë që ti zgjedh për të më dhënë mua, unë jam i nevojshëm për të. Për çfarë do lloj gjëje o Zot që ti zgjedh të më japësh mua, unë jam i nevojshëm për të. Pra ky edukim që Allahu na jep neve në nënshtrimin ndaj tij dhe në mbështetjen ndaj tij, është shumë i rëndësishëm që ne të mësojmë se si të i drejtohemi Allahut. E Allahu thot në Kur'an: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ad-da'wata ad-da'i idha da'a. E nëse të pyet, thot Allahu, robi im për mua, njoftoja atë, thuaj se unë jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Por kjo lutje, të nderuarit e mi, duhet vi me nënshtrim të plot. Duhet vi që ti në zemrën tënde ta dish se je i pa Zoti për ta ndryshuar gjendjen tënde, dhe vetëm Allahu është ai i cili e bën këtë gjë të mundur. Pra ky hap i parë që është mbështetja tek Allahu, duhet vi me nënshtrim të plot ndaj Allahut.